Në vend se në park, këta fëmijë shoqëruan sot prindërit e tyre në protest për një të nesërme më të mirë. Për pagë, nuk lutemi, por luftojmë. Nën këtë moto, sindikata mlodhi qindra punonjës që protestuan për ditën e 1 majit, duke kërkuar paga më të larta. Protestuesit thonë se protesta është mesazh për të gjithë ata që duan të nënvlerësojnë punëtorët. Ata deklarojnë se janë në rrugë për të kërkuar siguri dhe dinjitet për të gjithë punëtorët. Megjithatë, të gjithë kanë një kërkesë të përbashkët dhe ajo është rritje menjëhershme e rrogës minimale. Kërkesa është e qartë se rrogat janë të ulta dhe të njëjta duhet të rriten. Kërkesa ime është që të gjithë punonjësit të vlerësojnë veten sepse punëtorët e bëjnë shtetin, prandaj duhet të jenë këtu me ne, të ngrenë zërin në nder të atyre që humbën jetën duke kërkuar 8 orë punë. Punonjësit morën përkrahje edhe nga pensionistët. Jam pensionist, jetoj këtu afër, praktikisht jam në oborin tim. Këtu jam për të mbështetur ish kolegët e mi me të cilët kam punuar, prandaj. Ndërkaq kreu i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov tha se protestat janë për shkak se rreth 260.000 punëtor jetojnë me pagë nën 600 euro. Duhet të luftojmë edhe më ashpër, duhet të luftojmë edhe më shumë sepse pagat janë të ulta. Sot, për fat të keq, 260.000 punonjës jetojnë me pagë nën 600 euro, ndërsa për fat të keq, këtu jemi vetëm disa mijëra njerëz për protestë. Në protest, folën edhe të tjerë sindikalistë, e kjo ishte porosia e tyre. Si sindikat e pavarur e arsimit, qëndrojnë fuqishëm pas kërkesave tona, e kërkesa jonë është respektimi marrëveshjes kolektive, të respektohet mënyra e përllogaritis së pagës në bazë të koeficientit të rrogës minimale. Kërkojmë që sa më shpejt të fillojë të respektohet marrëveshja kolektive dhe vlerësimi dinjitos të punës së të punësuarve në arsim. Në Maqedoni, trendi më i ri momentalisht është që të bëhet inxhinieringë sindikal. Besoni se vetëm LSM-ja është në krah dhe mbron punonësit. Ashtu është, ashtu ka qenë dhe ashtu do të mbetet. Nuk mundet që sindikatët të thonë se për 1 maj nuk duhet të protestohet. Kjo është turpi vërtet për një sindikalist. Ndërsa qindra punonjës e pensionist protestonin për qytetarët e tjerë, dita e sotme ishte normale, disa prej tyre kalonin rreth protestuesve, ndonse ishin me qese të mbushura e sapo kishin dalë nga marketet e lagjeve.